Hej ChatGPT, apo ma bëm bre një magistratur? Hajt ma mirë një doktoratur se s'kam shumë kohën për të shkru, do të shkoj në shtab. Shiko pjati çka të mundesh prej secilit, të huj, tonit, sa ma në fund shkruj që unë jam autor, e din rendin ti. E po tash u diktu, por a nuk po diktuar çdo ditë? Skandale, plagjate, tituj që shiten e blien si me qenë në pazar. Përderisa bota matet se kush po shkoni pari në hën, ne këtu bëjmë gara kush po deli pari në listën e avansimeve. Pa dije, pa nxehur mirë karriken, por me lidhje të forta. Një herë të rektori, një herë të lideri, e një dy herë të kushëriri. Shumë të aftë jemi. Po për çka? Për të vjedhur të ardhmen e atyre që vërtet mësojnë. Nuk është rastësi që sa herë dalin rezultatet e PISA-s apo testimeve ndërkombëtare, ne jemi aty, në fund të pusit. Sot do të flasim për këtë krizë vlerash dhe një ser skandalesh. Unë jam Teuta, ky është Troç. E kemi në studio njërin që nuk ka zgjedh rrugën e shkurtër të ChatGPT-s, po rrugën e gjatë të reagimit. Blendi Hodaj nga Forumi për Ndryshime në Arsim. Mirë se ke ardhur, edhe shumë kënaqësi që jemi bashkë si para 7 viteve të folë për ndryshime. Faleminderit Teut për ftesën, kënaqësia është gjithmonë e imja të bashkëbisedoj me ty edhe shpresoj që paksa gjëra të kanë ndryshuar përpara 7 viteve kur kam qenë me flok të gjata edhe me shumë elan. Ende ke shumë elan, edhe ende aty ku duhet, ke hala vite the përpara për ta arrit kulmin. Unë besoj fuqishëm, kam besu prej atëherë kur e ke pas bishtin, se ti e një anë mire e gjithë kësaj të keqe që e ka bota. Mirë, Blenda, po të lidhën me atë të keqen, pra, apo ja vlen ta investosh veten në një shtet si Maqedonia e Veriut, e ke lënë gjithë rinin ato vitet më të mira kur e din çka bojnë kolegët e tu, kënaqen ndryshe, ti kënaqesh në këtë mënyrën tënde të punu edhe të investu sigurisht për të mirën e gjithëve, po edhe për emrin, karrierën tënde, për veten tënde, për dijen tënde, apo ti thojmë ChatGPT-s e shkru në emisionin deri në fund, na sus na lodhi. Fatkeqësia jonë si qytetar, po kryesisht si shqiptar është që vazhdimisht po ja lëm dikujt tjetër të na shkruajë fatin, të na shkruajë përfundimin, edhe gjithmonë themi edhe çka nuk ja vlen edhe po tërhiqem me një farë forme, po a lëm dikujt tjetër të marrë në dorë fatin e jetëve tona. Kështu që besoj përtej peripecive dhe shumë sfidave që janë të dukshme sot në shoqërinë tonë, ja vlen të investohet edhe të përkushtohet shumë më shumë gjërave pozitive dhe ndryshimi që duhet ndodh, për vetë faktin që unë nuk jam i tharë idesë që ndryshimi ndodh nga ndonjë moment jashtëzakonshëm apo nga ndonjë shkop magjik, por përkundrazi mendoj që ajo vjen si rezultat i njerëzve të thjeshtë, qytetarëve të thjeshtë që refuzojnë të heshin ndaj padrejësive, që refuzojnë të nështrohen, ashtu siç është, të pranojnë gjithçka ashtu siç është dhe mbi të gjitha pranojnë që të bëhen bashkë për një kauzë të caktuar të përbashkët. Prandaj ChatGPT-ja mund të na shkruaj fundin e këtij emisioni. Mirë po ajo që nuk mund të bëj ChatGPT është i thot gjëra troç. Kështu që na ngelen neve të themi gjëra troç edhe të krijojmë atë kauzën tonë të përbashkët për një shoqëri të mirë, për një shoqëri që shpesh herë ndoshta ne nuk do të shohim gjërat që jemi duke luftuar për t'i bë, apo nuk do të akorim atë që jemi duke mbjellur, po të paktën gjëratat që po vinë, gjëratat e reja, të mundën të kenë një terren shumë më friendly, më të mirë për të mundur për të zhvilluar, për të patur dyert e hapura, edhe për t'i patur këtë mundësi që ndoshta ne me një farë forme nuk i kemi. Ja, njerëzia në atë nivelin që ne do të kishim dashur për këtu. Për çfarë është tash aktual Blendi, e kemi pa, shumë mirë, adin e shqiptarët kemi qef kur shkruan skandal të lajmi. Edhe në shtatë ti ke dash pak me hyrë në mod, të shyrë skandal ose jo?
Jo, organizata ku jo. ti je bashkëthemelues për ndryshimin e arsim, në fakt, këtë punë bën. Merret me kualitetin e gjithçkas në arsim të lartë dhe me plagiaturat momentale ose me atë se sa të vërtet janë profesorët e pastaj më lart ato në hierarki. Në ofisin, po. Çfarë do më thuash për këto të fundit, për skandalin në UT? Ne si organizatë fillimisht gati se këtë vit do të bëjmë 5 vite që po funksionojmë. Edhe pikësynimi jonë ka qenë gjithmonë fokusi në rritjen e cilësisë në arsimin e lartë, sepse konsiderojmë që shtylla e një kombit edhe një shtetit është arsimi. Në qoftë se ti nuk investon në arsim, nuk investon në krijimin e universiteteve cilësore me integritet akademik, të digitalizuara moderne, që kryejnë gjenerata të ardhshme që do të jenë shembull apo krem de la krem i shoqërisë, atëherë nuk do të kemi një të ardhme të mirë. Dhe vazhdimisht ne kemi marrë, kjo nuk është një ndër skandalet e vetme që kemi publikuar, por në këtë rast është një ndër skandalet më të mëdha që kemi hulumtuar deri më tash. Ka të bëjë me avancim në një thirrje akademike, profesori rregull nga profesoresha Arbresha Bexheti Ferrati, duke shkelur mbi 15 nene të ligjit për arsimin e lartë, të statutit universitar dhe njëjtën kohë edhe të rregullores për marrjen e thirrjeve akademike. E tash shumë do të thuajnë po çka merremi edhe çka është e rëndësishme, të gjithë e bëjnë. Të gjithë e bëjnë po mos harrojmë që ne i paguajmë Universitetin e Tetovës dhe gjithë universitetet tjera, ata profesorë që shkelin çdo ligj dhe çdo parim për të bërë profesor, paguhen, rrogat i marrin nga taksa paguesit apo nga ne si qytetar, dhe nuk duhet as pak të heshtet kur kemi kësi lloj keqpërdorimesh që ndodhin në nivel të lartë. Tash zoti dikon e bon example, adi. Këtë duhet me pranu neve, se thua e bëjnë të gjithë. Unë kam frikë të bëj diçka se e di se unë do jem shembulli se kështu s'duhet, adi. Kështu që ndoshta edhe profesoresha ndonjëherë kështu e ka pas fatin, çfarë të bëjmë? Ndonjëherë shifni, ne si qenje, si njerëz, kemi atë pjesën e ambicjeve. Por nuk duhet ndonjëherë ambicjet edhe dëshira që i kemi të ngatrojmë me integritetin që duhet ta kemi si njerëz. Pra, është e pa kuptim sepse rasti është shumë voluminoz dhe do mundohem në pika të shkurta ta sqaroj. Pra, fillimisht ka filluar problemi me njohjen e thirrjes akademike profesorin ordinar që ka fituar profesoresha Arbresha Bexheti Ferrati në Universitetin e Paqes, Universitetin e Paqes së Kombeve të Bashkuara në Beograd, në vitin 2022, që Senati ja ka njohur pa procedurë paraprake, sepse sipas ligjit, Universiteti i Tetovës duhet të krijojë një komision dhe të verifikojë titullin e fituar në një shtet tjetër. Këtë nuk e ka bërë në mënyrë ashtu oficiale, ja ka njohur titullin pa procedurë verifikimi në vitin 2022 dhe më pas 4 viteve bile nuk e ka respektuar edhe atë, sepse për të konkuruar një thirrje akademike tjetër duhet të kalojnë 5 vite, jo 4. Dhe në thirrjen akademike tjetër është hap konkursi në mënyrë të kundërligjshme, sepse sipas ligjit të arsimit të lartë, Këshilli Mësimor Shkencor e nxjerr konkursin për marrjen e thirrjes akademike dhe jo dekani. Dekani nuk ka fuqi juridike sipas ligjit, ingerenca ligjore që të nënshkruaj një vendim për hapjen në një konkursi për avancim akademik. Këtu ka ndodhur kështu, domethënë dekani ka nënshkruar. Dekani e ka nënshkruar dhe jo Këshilli Mësimor Shkencor. Më pas tek konkursi që është publikuar për 3 fusha të ndryshme, siç e përmenda, që është e kundërligjshme me ligjin për arsimin e lartë.
Më pas është publikuar në datë të ndryshme në webfaqen e universitetit që normalisht ata që nuk e kanë parë në shtypin ditor, të kenë shumë më pak ditë për ta parë në webfaqen e Universitetit të Tetovës. Sepse kandidati u ka ditë për më herët si dhe surprise, vetëm një kandidat ka qenë Arbesha Bexheti Ferrati. Vazhdojnë ende paregullësitë sepse krijohet komisioni recenzues që e vlerëson ai plotëson kushtet. Komisioni recenzues ka pa 3 antar, 2 të fushës së mikrobiologjisë dhe një i fushës që duhet të jetë i përafër, por nuk ka qenë, i mjekësisë bazë, biologjia nuk konsiderohet që është e përafër me mjekësinë bazë. Antarët e komisionit ka qenë dekani i fakultetit Nevzat Elezi, Nexhbedin Beadini dhe Jacqueline Cekovska nga Universiteti Shënkeli dhe Metodi, pra kanë munguar edhe të fushës së mjekësisë sociale, që ka qenë edhe komisioni recenzues i paligjshëm kundërligjshëm sipas dispozitave ligjore. Më pas kanë vazhduar më tej me procedurën që ka qenë komplet e paligjshme sepse vetë profesoresha nuk ka mundur të jep vërtetim se i ka të kryer ciklet e integrume ciklit parë dhe ciklit dytë, pra ka patur mungesë vërtetimit për kryerjen e ciklit të dytë magjistraturës. Dhe në njëjtën kohë nuk ka mundur të vërtetoj se nëse doktoraturën që ka kryer në Universitetin në Beograd, në Universitetin e Paqes Kombeve të Bashkuara në Beograd, është në përputhje me titullin akademik që po e merr. Pra një sër shkeljesh që kanë qenë të vetëdijshëm, këtu është problemi më i madh. Ndodh ndonjëherë kur ne analizojmë që ndodhen ndonjë shkelje e vogël, nuk du ta konsideroj të vogël të madhe, por është një pjesë ose por ka qenë në mënyrë pa vetëdijshme shkruar. Në thojza. Ama të bëj shkelje pas shkelje, ku janë aktivizu, janë mobilizu edhe senati i universitetit, edhe këshilli mësimor shkencor. Vazhdimisht marrim whistleblowers information i thonë, informata nga njerëz edhe anonim. Edhe lidhni historien në fund. Jo, ne analizojmë a janë të vërteta, se ndodh shpesh herë njerëzit shpifin edhe thonë për shembull Teuta ka bërë këtë, po hajde të shohim, nuk është ashtu. Është e vërtetë. Ne më pas kemi marr raportin, proces verbalin e kryer nga inspektimi nga ana e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit. E kam këtu me vete. Që nuk është publikuar ende, është diku 10 faqe. Pra 10 faqe të shkeljeve që i ka kryer Arbesha Bexheti Ferrati bashkë me antarët e komisionit, bashkë me fakultetin, bashkë me senatin. Pra këtu janë 5 vjet shkelje ligjore të kryme, nuk ka fund raporti. Dhe në bazë të kësaj ne kemi analizuar në raport me ligjin për arsimin e lartë se çfarë shkelje konkrete janë bërë. Pra nuk ishte një gjë kështu wow për ne kemi investiguar, e kemi lexuar diku mbi 15 herë raportin. E kam fjalën se shumë lehtë kalojnë paregullësitë të ne. Shumë lehtë, po. Këtë e kam fjalën. Ata kanë menduar që nuk do ta vërejë, sepse është pak çështje e komplikuar. Avancimi akademik. Mirë ligjet nëse nuk e dini. Është pak e komplikuar sepse flasim për diçka që ka të bëjë, të duhet të konsultohesh me dikë të fushës. Për shembull, unë dhe të tjerët në organizat nuk e kemi ditë që për shembull biologjia nuk është e përafër me mjekësinë bazë. Dhe të duhet të therasim njëherë të pyesësh. Pra është një procedurë pak e komplikuar derisa të arrish tek e vërteta, por atë besohet te ut që 15 herë personalisht e kam lexuar dhe nuk më është besu se me çfarë vetdije të plot personat në fjalë kanë pranuar të bëjnë ashtu shkelje të një pas njëshme në lidhje me avancimin akademik, edhe nuk e kemi kuptuar ende sot e kësaj dite se si kanë pranuar edhe të tjerë të bëhen pjesë e këtyre shkeljeve, të bashkëpunojnë në këtë krim akademik që ka ndodhur në Universitetin e Tetovës, sepse ka sa herë që merremi me kështu çështje, më kujtohet kjo thënie të madhe i drejtor Agollit që thot gabimi i mjekut përfundon nën tokë, gabimi i arkitektut do të thënë bjerë në tokë, ndërkaq gabimi i një profesori jeton mbi tokë. Sa e fortë. Kështu që nuk duhet të lejojmë që krime akademike të këtilla të kalojnë ashtu, të jetojnë në tokë dhe të kalojnë pas një reagime dhe pa ndonjë vendim nga ana e institucioneve.
Me rektorin biseduat, sigurisht ata të gjithi kanë parë edhe lajmet, janë të informuar, dihet që ky raport të 10 faqe ka dalë në Megdana, po ai thot që ti nuk gënjen, nuk thot direkt që ti gënjen, apo thot që nuk thot, po s'thot, se di, por nuk tha direkt që nuk është e vërtet këtë që po thojnë nga organizata. Nga ana tjetër, u arsyetua se procedura ende mbetet në punë, e kështu, si reaguan saktë, ata çfarë po thojnë? Pra, dekani i fakultetit nuk e mohoi as pak pjesën e shkeljeve. Okej. Dhe filloi të arsyetohet. Në çështje që sa që u arsyetonte, do të thonë ishte në kundërshtim me ligjin. Pra, do të thonë nuk kemi dalë të flasim në ajër, ne kemi parë çfarë thot ligji, çfarë ka bërë. Okej. Kështu që gjithçka që ka thënë i gjithë demanti është qesharak. Mu më vjen keq që në atë ditë që e pam në preskonferencë në demantin që doli dekani i fakultetit, i kish humbur edhe ngjyra e fytyrës nga fakti nga sikleti që ka qenë për ta mbrojtur diçka që nuk mund ta mbrosh. Edhe më vjen keq që detyrohet të, do të thënë, të bjerë deri në atë pikë që të mbrojë atë që nuk mund të mbrohet, që është vërtetuar edhe nga institucioni që është Inspektorati Shtetëror i Arsimit që janë bërë gjithë ato shkelje. Sa i përket çështjes së rektorit, informatat tona që kemi, është thënë që rektori i universitetit ka refuzuar që ta nënshkruajë raportin proces verbalin e përgatitur nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit. Dhe diçka tjetër që duhet të theksohet është më vjen keq seriozisht që Universiteti i Tetovës që është i vetmi universitet në botë që është hapur duke dikush është liuar, ka vdekur, Abduselam Emini, është martir për hapjen e Universitetit të Tetovës, pra është i vetmi universitet në botë që dikush ka vdekur për të hapur universiteti. Dhe shndruar në gjendjen që sot është, ku janë krijuar pashallëqe të ndryshme, ju nuk e dini sot kush është rektor dhe kush është dekan, ti nuk mundesh, nuk dish se ku të drejtohesh për një çështje të caktuar, sepse funksionojnë në formë të pashallëqe. Secili e ka atë pashallëkun e tyre, që për shembull për ilustrim për opinionin publik, në qoftë se nuk do të jetonin të vinte ndonjë jashtëm këtu dhe t'ia tregonin këtë foto dhe t'i thonin në këtë foto pyetjen $1 million, $1 million question. A gjeni këtu kush është nga postura, nga protokolli që e kanë ulur sa më afër presidentit Begaj kur ka qenë në vizitë, kush është rektori i këtij universiteti? Në qoftë se dikush që ne e dimë se ne jetojmë këtu, po ti je dikush që nuk. Jo, kështu pak me sy objektiv mundohem. Po. E shet që nga pashallëqet që ekzistojnë në Universitetin e Tetovës, ti një dikush që nuk është në rrjedha me çka ndodhen, nuk mund të thotë që ky që është momentalisht profesori Jusuf Zeneli që është rektor. Në fakt ai rrin me modesti më të theksuar. Po. Pra nuk mund ta dini, ta dalloni se kush është, edhe besoj se kështu është njëjtë, sepse ekziston diçka shumë interesant, një fenomen shumë interesant që duhet studiohet dhe urmëtohet më shumë është ky fenomeni i ish rektorëve. Tendenca që edhe pasi ta kryjnë mandatin si rektor, tentojnë të jenë ende rektor në de facto në udhëheqjet e universitetit dhe e kanë një farë lloj kështu dëshire të jashtëzakonshme në fotot ceremoniale të shfaqen nën petkun, nën fustanellën e rektorit. Kështu që është diçka që u ka bërë shumë dom universiteteve shqiptare, ideja e fenomenit të ish rektorëve që vazhdimisht tentojnë të përzihen punë brenda universitetit dhe të udhëheqin me pashallëqet e tyre që i kanë. Dhe më vjen keq në një kohë që siç thash edhe një herë është shndruar Universiteti i Tetovës në një stre partijake, në partive politike dhe në pashallëqe të personave të ndryshëm, sepse ky nuk është një rast i izoluar, kjo është mënyrë e funksionimit të universitetit. Ka shumë raste tjera që ne momentalisht jemi duke u humbtu, edhe mbasi të vërtetojmë me gjithë institucionet tjera se janë shkelje evidente të ligjit për arsimin e lartë, do t'i publikojmë të njëjtat, sepse mendoj që është koha dhe obligimi jon, po obligimi edhe atyre që heshtin, që nuk kanë guxim profesor të caktuar, që s'u kanë ngel asnjë pikë ndërgjegje në Universitetin e Tetovës,
është obligimi jonë, po edhe atyre, që këto raste të mos i fshejmë dhe t'i publikojmë dhe t'i shfaqim të gjitha ata që kanë shkel ligjin dhe janë pjesë e krimit akademik. O Blendi, morët shumë komente, po më i forti që e pashun është se e ke bu prej xhelozis. Pse o Blendi që kujt kam pe xhelozo? Kjo pyetja e xhelozis, se di, e pyetja se di. Kështu nështë edhe ti donë qështu me arrit, me luks, me po jetu, më ka ardhë i nati. Shqipi këto si këto brenda natës u bon profesora, maca e kuca. Unë prej 17 vjetë me bishtin. Për herë e kam këtë pjesë të më sibre ne të tentu me dignitet, të luftu e këta tjere brenda natës, po, nuk kam faj. S'kam faja, po. Po e kam patë edhe një koment shumë interesant. Hajde? Ka thënë skenari kujt është kjo që ju e bëni tash. Ju keni skenar. Këtë që i publikoni skenari kujt. Dhe me kë parti? Sigurisht. Parti apo kush ju ka paguajt e kështu. Ajo që duhet të theksohet që skenari jonë si forum për ndryshimin e arsim, skenari jonë është që ta pastrojmë Universitetin e Tetovës nga krimi akademik, nga kriminalet akademik dhe nga çdo parregullsi që kanë shndruar Universitetin e Tetovës në këtë gjendje që është. Ndërka që pyetja që duhet ata t'ja parashtrojnë vetes është skenari kujt është shkatrimi i Universitetit të Tetovës. Kjo është pyetja që ata duhet ta parashtrojnë përpara se të sulmojnë neve që mundohemi dhe e rrezikojmë veten tonë që Universiteti i Tetovës të jetë universitet që duhej të ishte një nga universitetet më cilësore nga gjithë hapësirat shqipforse që janë, ndërka që nuk është. Fatkeqësisht, përveç profesoreshës Arbrisha Ferrati, keni, mendoj skandalin e fundit dhe rastin me to, keni edhe tjera raste që janë publikuar poshtë lartë, disa dhe s'janë publikuar, mund të na thuash çfarë po ndodh dhe kemi parasysh edhe shikuesit e troç të dinë me emër mbi emër ndoshta ose me rast konkret se mos jetë vetëm një rast edhe të thojnë ku e gjete, kush të pagoje kështu. Edhe ta shohim Ne kemi publikuar disa raste, 2 rastet e fundit kanë qenë rasti para 2 viteve i Agrona Lilit, që kish marrë titullin thirrjen akademike docent në mënyrë të kundërligjshme sepse notën mesatare në ciklin e parë kish 6.7. që nuk e plotësonte kushtin për qenë që kushti është momentalisht sipas këtij ligji. Nota mesatare duhet të jetë 8.0 në ciklin e parë veçmas dhe në ciklin e dytë veçmas. Ai nuk e kish plotësuar këtë kusht, ne e publikuam dhe fatmirësisht institucionet, inspektorati i arsimit kish marrë masa për personin në fjalë. I njëjti rast me notën mesatare ka qenë edhe me Faton Murselin, ka patur notën mesatare më të ulët se 8.0 në ciklin e parë, që përsëri nuk i respektonte kushtet për të qenë profesor inordinar, për thirrjen akademike inordinar. Dhe rastin e fundit nëse ju kujtohet para 1 muaje, sepse vazhdimisht po na thonë që vetëm me shqiptarët merreni ndërsa s'keni guxim me maqedonasit. Ne kishim një qëndrim të prerë që Koço Angjushev, që është në listë të zezë të Amerikës për korrupsion, të mos jetë profesor i rregull, sepse nuk mundet një person që është në listë të zezë të jetë profesor ordinar në universitet. Dhe kemi ligjërisht ose me etik? Ligjërisht nuk lejohet. Sepse ligji nuk e përcakton se profesorët do kishin qenë kaq korruptuar që të hyjnë në listë zezë. Se ka prit as ligji. Çfarë mund Koço Angjushev t'u ligjërojë profesorëve, aty në studentëve? Se si të vjedhin, se si të pasurohen duke vjedhur tjetrin, si ti je oligark i suksesshëm? S'mund të Gjelsin e suksesit. Edhe ne kemi patur shumë kërcënime të jashtëzakonshme nga vet Koço Angjushev. Po neve nuk na frikën. Ne nuk frikson as pak sepse e dim që jemi në rrugën e drejtë edhe e dim që jemi duke luftuar për të vërtetën. Kështu që ne vazhdimisht kemi marrë me çështjen e ekspozimit të krimit akademik që ndodhen në universitete kudo në Maqedoninë e Veriut, kështu që ne do të vazhdojmë ta bëjmë të njëjtën dhe nuk shohim as pak as secilit
a janë shqiptar, a janë Maqedonës, kjo as pak neve nuk na intereson, neve na intereson a keni integritet akademik. Okej. Sepse ata që kanë integritet akademik nuk do të bënin mbi 15 shkelje ligjore, vetëm se të avancohen, të marrin një titull të caktuar. Blendi, a kanë tentu këta të mëdhejt kanë drejqin punën në thojza me ty? Ne vazhdimisht kur e kemi filluar me forumin për ndryshimin arsime, kemi ditë që po ja nisim një rrugë që ka shumë rreziqe. Dhe kemi qenë të vetëdijshëm që vazhdimisht do të marrim kërcënime të ndryshme. Po ndonjëherë edhe oferta. Po. Për të na heshtë. Si vijnë ofertat në fillim, pastaj kërcënimet, si orani? Është stili është një herë ofertët. Po, me të butë. Me të butë një herë, shumë me oferta tërheqëse. Masandej Qitë të sosi punë të njëse. Po, qitë të sosi punë, pasi e kryen ofertën e pjesën e ofertës, e shohin se nuk vezën. Sos me ke për punët krejtë. Nuk sos e punën, me kjo shkojnë me kërstimet duke mendu që du ta kryjnë punën, po e shohin që nuk e kryjnë punën, dalin që shumë një kanë ranë, është një thënie popullore, kanë ranë hundlesh. Edhe atëherë shohin që kanë bërë gabim. Po me të mëdhejt besoj që e kanë kuptu pas një periudhe të gjatë që jemi duke marrë me këto çështje, e kanë kuptu që nuk bën të përzihen me ne. Po mirë, s'ke frikë? Jo. Ti e djali i ri, aty familjen e pash një status u shqetësova. Të kërcënojë njëri për familja, edhe unë s'kam frikë, ama më vjen një farë vënere. Ti më një prej shumë moti, e din që në rrugën që besoj dhe bashkë me kolegët besojmë që jemi në të drejtë, dhe kur dikush tjetër është gabim dhe në mënyrë të pa skrupull ka bë shkelje dhe ka shkel mbi çdo parim, nuk kam as pak frikë. Kur e di se jam në rrugë të drejtë, kur e di që ajo po luftojmë për një drejtësi të caktuar, nuk më bën syni pët, thonë nga tetova. Kështu që Zoti trujt, thonë gjithashtu. Jo, bile na shtyn edhe më shumë guximin. Sa herë që na kërcënojnë, edhe më shumë na shtojnë guximin, po rastin e fundit e kemi raportu për 2 arsye. E para është që është ja çdo kufiri që të kërcënohen edhe anëtarë të familjes. Për atë arsye është raportu rasti, edhe e dyta, arsyeja e raportimit të rastit ka të bëjë se ne si shoqëri duhet të ndalojmë këtë kulturën e ani ndasht. Ani do ta lëmë. Jo, se normalizohen pastaj. Po, ashtu kemi ardhur deri këtu. Pikërisht nga normalizimi ne kemi ardhur në këtë situatë ku korrupsioni është okej. Ti nëse nuk bën korrupsion, nëse nuk blesh, ti je budallja. Fiks. Ti çfarë budalle që ka këtu? Pse nuk është ble? Do ish bëj i pasur. Kështu që nuk duhet më të normalizojmë këto gjëra. Kërcënon paraqitesh polici, merresh me organet e rendit, pse ke kërcënuar të tjerë. Kështu që duhet të ndalojmë të normalizojmë gjëra që nuk janë për të normalizuar. Kërcënimet, sharjet, korrupsioni dhe shumë gjëra tjera nuk mund dhe nuk duhet të lejmë të normalizojmë më tutje në shoqëri, sepse ndodhin gjëra që më pas fillon edhe kërkon drejtësi, po është shumë vonë. Sepse ke hesht edhe është shumë vonë po diçka që tash më kujtu që dua ta theksoj, diçka që jemi duke bë, sepse thash edhe një në fillim, neve habitemi sot e kësaj dite edhe me ligjin për asimilar propozim ligjin, edhe me gjithë këto skandale është një numër shumë i vogël i profesorëve dhe njerëzve në universitetin e Tetovës që reagojnë. E mira e kësaj që jemi duke bë 4 vitet e kalume, deri më tash që vazhdojmë ta bëjmë është që duam t'ua sjellim lirinë në Universitetin e Tetovës. Do thënë t'ua sjellim atë liri që në mënyrë të lirshëm të mos friksohen. Njerëz që nuk janë të implikuar? Po, jo, të flasin lirshëm. Pse të friksohen? Shumë më mirë. Intelektualët e vërtet nuk friksohen, nuk fshehen, ata dalin folin zëshëm edhe lirshëm. Kështu që besoj se ndihemi ndonjëherë si Skënderbeu që lirin nuk u asollëm, po a gjetëm mes jush, tash në mesin e atyre është, po thjesht duhet ti
motivojnë pak. Ti motivojnë pak, po ta gjejnë lirinë në veten e tyre, të gjejnë ndërgjegjen e pak që e kanë, dhe në fund të ditës pak të kenë ndërgjegjen e tyre që personat si heron, si martirin e arsimit shqip si Abdyselam Emini, nuk ka vdekur për kot. Nuk ka vdekur që grupacione të ndryshme ti punsojnë gjithë familjarët aty, edhe të talen me gjakun e dëshmorë. Me siguri. Po, mendoj është e dhimbshme se në çfarë gjendje kanë sjellur atë universitet, dhe shpresoj që të paktën kur dalin prej pune, se është busti Fadil Sulejmanit, rektori dhe themeluesi të Universitetit të Tetovës, të paktën të dalin me kokën ullur, sepse seriozisht është turp. Mua aty deshim të dalim në fakt të ligji për arsimin e lartë, ku janë atë, kemi folur shumë, kemi pasur edhe të ftuar edhe shumë lajme, tash njëra palë kështu, njëra palë ashtu po fol, po çfarë ka pikas organizata forumi për ndryshimin në arsim, si ato pikën më të rëndësishme që nuk po e thot asnjë, më duket që ke diçka që mbanuj të pi ujë një herë. Mbanuj, po. Pra, problemi i parë është që nuk ka të bëjë vetëm një ligj, është një paku me ligje, janë 3 ligje. Aty është ligji për arsimin e lartë, ligji për cilësinë e arsimit të lartë dhe ligji për veprimtari hulumtuese dhe kërkimore. Okay. Ne jemi fokusuar vetëm te ligji për arsimin e lartë, po ligji për cilësinë e arsimit të lartë është ende më problematik. Çka është problemi me ligjin për arsimin e lartë në 3 pika të shkurtra. E para është që po i amneston 60% të stafit akademik e pjesëtarëve të komunitetit akademik, sepse po thotë që të gjithë ata që vetëm e kanë të fituar titullin akademik profesor i rregullt, profesor ordinar, do të bëhen profesor të përjetshëm, dhe rregullat e reja, kriteret e reja, standardet e reja për të rritur cilësinë nuk do të vlen për këta profesor. Dhe të po thuhet që prej tek gjenerata e re, që janë të tjerët që po vinë, ata duhet ta mbajnë atë bajrakun përgjithësinë për cilësinë në arsimin e lartë. Kjo për ne lind dyshime, dhe vazhdimisht që kemi biseduar brenda në organizat, kemi thënë, a mos është kjo një farë lloj tentimi të blehet heshja e këtyre 60% të profesorëve, sepse vëmëro të përmene i ka mësu gabimet që i ka bë Gruevski. Gruevski e bëri gabimin e njëjtë me ligjin për arsimin e lartë, dhe si rrjedhoi e atij gabimit ndodhi që të bëhet revolucioni Laraman, edhe të mos jetë të ikë në Hungari. Këta e kanë mësu gabimin, edhe kanë bën një farë lloj marrëveshje me profesorët, ju kanë thënë shifni neve juve nuk do t'ju prekim, ama ju qëndroni të heshtur. Besoj se shumë i ke pat problem të të gjesh profesor të vinë të flasin për ligjin për arsimin e lartë. U des të bëjmë kështu një grup. Kështu që kjo është një farë lloj indikator. Pika 2 ka të bëjë me nepotizmin. E kanë larguar nenin që e ndalon nepotizmin në fakultete. Po e tham këtë, kjo ishte shumë. Edhe imagjinoti, thonë që do të rritet cilësia në arsimin e lartë duke lejuar nepotizmin. Se vazhdimisht ne kur e kritikojmë këtë pjesë, po na thonë që çka nëse personi në fjalë është i aftë, pse t'ja pamundsojmë? Jo, nuk do t'ja pamundsojmë, po si mundet? Kreti u bën eksperta për një familje. Po ti e din si është, babi është profesor, ka qef edhe fëmijët i profesor të ne. Nuk mund ai të bëhet artist ose një gjë tjetër ose zanatçi. Po, do të thënë ti. Edhe kështu që prej vogël e ris me atë frymën, ma kualitetesh ai. Kur të rritesh ka do bësh asistent i babit. E fiks. Po, ajo është që shpi kanë thënë kryeministit Mickoski. Ashtu? Edhe kur të rritesh ka do të bësh, ka thënë asistent e babit, dhe u bë asistent ai. Është e vërtet kjo? Po, është ka qenë punësimin e parë ka si asistenti Ivan Mickoski të babës vet. Më pas është bë profesor, e tash djali Hristian Mickoskit është asistenti. Jo, është student në të njëjtin fakultet, po është në njëjtën rrugë, kam kupton. Ashtu, po atë do të them. Patjetër rrugën do ta ndjekësh. Kur kemi kështu një biznes, një mishtore që aty djali të biznesit të vazhdo biznesin e babës. E ke pa, kjo është si traditë dhe prandaj tash e rregulluar edhe me ligj, tamam. Rregulluar, po, edhe kjo nuk e rritën as pak cilësinë, dhe është problem që do të ndikojnë në
legjitimimin e këtyne pashallëqeve që i Po, kanë bën edhe fakultetet dhe fillimin të universitetet. stilit ala më keq, po. Ndërkaq problemet E treta, tjera që ka të bëjnë me e treta ka të bëjnë me ligjin për cilësinë e arsimit të lartë. Tentimi është që të kapen bordi i akreditimit, Këshilli për cilësinë e arsimit të lartë dhe bordi drejtues i Agjencisë për cilësinë e arsimit të lartë. Pra, antarët njëherë i Këshillit për cilësinë e arsimit të lartë janë gjysma, gati se gjysma janë të emëruar nga qeveria. Po. Do të thënë ka direkt qeveria ka një farë lloj ndikimi në Këshillin për cilësi. Këshilli për cilësi çfarë pune ka është që të merret të udhëheq të gjithë procesin administrativ o byrokratik të akreditimit të fakulteteve dhe programeve studimore. Pra, në qoftë se një fakultet i caktuar ka apliku, këta e udhëheqin e bëjnë të gjithat procedurë sa është në rregull kjo pjesa e programit studimor me cilin ka konkuruar një fakultet dhe vendimin nuk e merr Këshilli cilësor, por e merr ministri. Ministri bëhet mbret. Nëse ministri së arsimit dhe shkencës nëse i kujtohet për ca çështje personale, se është i thënë, po edhe çao, po. Mund t'ja merr akreditimin një fakulteti dhe mund t'ja jap akreditimin çfarë do fakulteti që ajo don. Autonomi, po, dëshira. Kjo është bërë dëshirë muzikore akreditimi. Po thonë që njëri prej forumit për ndryshimin në arsim është autori ligjit, është pjesa aty. Po, Arditi e publikojmë. Ashtu? Bashkë me Arditi jam edhe unë në atë listën e përpiluesve të ligjit. Është një manipulim klasik që tentohet të bëhet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, sepse ne jemi si Forum për ndryshimin në arsim, jemi pjesë kemi pranuar jemi pjesë në vitin 2024 e trupit koordinativ për reformën në arsimin e lartë. Mirë. Sepse ne përveç se kritikojmë, ne jemi shumë institucional. Ne shkojmë në takime me gjithë dhe tentojmë që kërkesat tona të shpalosin para institucioneve. Po, ju shojmë në për takime buzëqeshni, jeni miqë, disa thonë i përdor ministria këto për për poena, disa tjerë thonë janë miq, disa tjerë kështu. Tentojnë, po, e di se tentojnë, sigur. Po. Është kështu një manipulim klasik që tentohet të bëhet. Ne nuk kemi marrë pjesë në asnjë takim dhe nuk ka thirrë asnjë takim trupi nacional për trupi koordinativ për reformën e arsimit të lartë, nuk ka thirrë asnjë takim për çështje të ligjit për arsimin e lartë, thjesht na kanë thirrë në 21 janar 2026 na kanë thirrë në një takim për të na prezantuar ligjin 12 orë para takimit. Edhe ne u tham shifni edhe me shokun edhe shoqen, po edhe me dashurën, ti nuk mund të caktosh takim 12 orë pa. E jo më për ligj. E le më për ligj. Çfarë serioziteti është kjo ti më naftu neve në takim 12 orë para, hajde ne shifni ligjin. Edhe e din se kush kanë qenë të parët që kanë vrapu për shku në takim. Hajt? Rektorët e universiteteve. Edhe neve kjo na ka habit se si pas një qëndrim kanë vrapu të shkojnë në takim. Kur e kanë ditë se në fakt 12 orë ka kohë. Edhe nuk kanë ata asnjë mundësi për ndryshim ose për çdo ose jo, ato me çdo kush po mbështesin ligjin dhe kjo gjithashtu ngre dyshime të tjera që ka të bëjnë me faktin se pse në versionin final të ligjit për arsimin e lartë Universiteti i Tetovës është heshtur, sepse më herët kishte kritika, tash është heshtur, a mos është kjo ndonjë farë lloj marrëveshje politike me Ministrin e Arsimit, sepse në pas një muaj janë zgjedhjet për rektor në Universitetin e Tetovës, kështu që ngre dyshime është kjo një farë lloj marrëveshje politike, ti hesh që të bëhesh rektor edhe ta kryjm këtë punë. Kështu që shumë keq. Ngren dyshime të mëdha, nuk dua të jem nga ata që flasim me teori konspirative, por këto janë pyetje legjitime. Po, në momentin që ti nuk kritikon dhe nuk, sepse me të vërtet ka shumë pjesë ligji që duhet të kritikon. Ndonjëherë po ndjej që po e bëjmë edhe rolin e universitetit dhe rektorit. Më thonë,
unë nuk është interesi atyne të kërkojnë disa gjëra të largohen për ligj. Jo interesi imi si forum për ndryshime në arsim, si interesi joni. Kështu që ndonjëherë habitem them pse, domethënë çfarë i mundon që të mos munden të një gjë e madhe i mundon me siguri një gjë e madhe. Ne ndrojmë tash temën në krejt, do dalim te forumi studentor, se vërtet e lodhshme është kur e ballafaqon realitetin, kur e shes se çka po ndodh me të vërtet. Pra nesër do të mbahet edicioni i tretë i forumit studentor në Shkup. Na thuaj ç'na pret këtë vit, si do të jetë organizimi, kush do të jenë pjesëmarrësit edhe tjera detaje. Çka e bukur ndoshta? Shumë e bukur. Është viti i tretë që po e organizojmë. Forumi studentor është një farë lloj më shumë se sa një event i thjesht, është një farë lloj mbledhie gjithë aktivistëve nga Ballkani Perëndimor, nga Shqipëria, Kosova, Serbia, Malizi, Bosnja, Greqia e Bullgaria, dhe në njëjtën kohë edhe Maqedonia. I mbledhin për diku 2-3 ditë, edhe është një mundësi perfekte sepse është edhe si një farë lloj hapësire për vetë reflektim se çfarë kemi bërë vitin e kaluar dhe se si duhet të jemi ende më efikas dhe ende më të zëshëm për çështjet që kanë të bëjnë me neve. Këtë vit kemi vendosur që tematika kryesore edhe thelbi i forumit studentor të jetë dinjiteti. Claiming dignity quhet. Rastisht? Jo, e kemi parë se çfarë ka ndodhur në vitin e fundit edhe kemi vretur që gjërat do të ishin shumë më mirë në qoftë se të gjithë njerëzit që nuk kanë folur për këta gjëra do të kishin një pikë dinjiteti. Sepse dinjiteti është ajo vlera kryesore se si ti e sheh veten tënde. Në qoftë se ti e sheh veten tënde të heshtur, të nënshtruar ndaj dikujt, atëherë je i pa dinjitetshëm. Edhe arsyeja pse kemi vendu claiming dignity, kthimin e dinjitetit, është sepse është parakusht për ndryshim. Ti në qoftë se shitesh për papare, hesht sepse ke interes të caktuar, kush e di çfarë, banal, atëherë ti je bashkëpunëtor në krejt këto gjëra që janë duke na ndodhur në shoqërinë tonë. Andaj për neve dinjiteti është shumë i rëndësishëm, është parakushti si aktivist që të ecim përpara dhe këtë vit bashkë me aktivist nga i krejt rajoni do të bisedojmë pikërisht për këto çështje që janë shumë të rëndësishme, edhe që duhet të folen shumë e më shumë dhe me tepër si tri që të mundemi të fillojmë ta kthejmë dinjitetin fillimisht e më pas të vazhdojmë drejt ndryshimit. Shumë mirë jeni, se thojnë Gen Z kjo ajo, a? Edhe çka është e mira e Gen Z-s? Hajde. Nuk kalkulojnë. Përveç se nuk kalkulojnë, nuk e mendojnë hiç a do ta prishin qefin ajo. Nëse e din se ti e korruptuar me thot zotni je hajdut. Nuk më intereson je hajdut. Shumë fort. Ama do të nxjerrë për punë, apo nxjerrën për punë, ti je hajdut pik. Edhe kjo është e mira. Shumë e mirë. Kjo na ka munguar neve kështu si element kryesor. Guximi. Fatkeqësia e dytë e jona, përveç paras që thash po alëm tjerëve të na shuhin fatin. Fatkeqësia e dytë është që gjeneratat më të vjetra kanë kalkuluar këtë kohë. Po. Për gjithçka. Shumë. Edhe vetë nga fakti që kanë kalkuluar, jemi në këtë situatë që shumë keq u bë. Çfarë u bë? Hajde tash nuk do kalkuloj, është shumë vonë. Kjo është e mira e gjeneratës Z që nuk frigohet hiç. Nuk kalkulon, nuk i intereson se ty do ta prishi qefin teut, hiç. Ta thon fytyr edhe nuk i intereson, nuk e thën kokën mbrapa të se çfarë bën. Çu bë, si u e dëmtova vetë. Shumë mirë. Blendi, unë të pyesja prej kur ishe shumë i vogël, çfarë do të bëhesh kur të rritesh? Edhe e dinja se don të merresh me politikë. Se di, e ndjenja, edhe në fakt dëshironja të merresh me politikë, se e shija se ke shumë prirje edhe ashtu të kisha një figurë që ndoshta në të ardhmen dhe e shohim aty si udhëheqës, edhe si shpresë. E them shumë sinqerisht këtë, edhe pse je shumë më eri se unë. Tash po thojnë krejt që Blendi po don të marrë politikë. A shkon asaj rruga? Si e ke ti? A kishe votu për mua?
A vetë është vota anonim, shama ti e din. Fillimisht gjithçka është politikë. Do të thonë çfarë do që bëjmë, këtë ato që bëjmë me forumin për ndryshimin e rasim, vetë podcasti trosh është politike, po unë e shoh politikën si një farë lloj shërbimi ndaj atyre që ty të votojnë dhe të japin votë. Shërbim ndaj qytetarit, kështu që padyshim që në një të ardhme të afërt do doja që të jem në shërbim të qytetarit, të jem në shërbim të atyre që besojnë të ma japin votën se do t'i përfaqësoj si duhet, se besojnë që do ta përfaqësoj zërin e tyre, që ndonjëherë nuk është aq i zëshëm, ndonjëherë është i zëshëm, në mënyrë të sinqertë, të dinjitetshme në institucione. Padyshim që këtë do të doja ta bëja në një të ardhme të shkurt, por tash nuk e vlerësoj që është momenti i duhur. Pyetja do të hyjmë parti politike, jo. Është As nuk ta bëj këtë pyetje se e di që do ishte vetëm një shkatrim total. Nganjëherë njerëzit i ngatrojnë kur do të hysh në politikë, ata e asociojnë me parti politike. Shumë që sqarove po. Për atë po doja ta sqaroj. Jo, bile është shumë e mirë për shëndetin mental. Të jesh sa më larg këtyre partive politike që të mos kontaminohesh. Prandaj tentoj të jem të ruaj distancën, si thonin para 6 viteve gjatë pandemisë, të ruaj distancën që të mos kontaminohem dhe të mos kontaminohemi me gjithë ata që jemi në këtë rrugë të përbashkët për arsim cilësor. Unë të uroj veç gjithë të mirat, edhe uroj që të kaloni shumë mirë nesër. Dhe sigurisht uroj që të bisedojmë shumë shpejt në Troç ose në ndonjë platformë tjetër, ku e din. Uroj gjithë mirat për ty Blendi Hodaj. Shumë faleminderit, të gjithmonë kënaqësi të bashkëbisedoj me ty. Nuk e ndjej as kohë. Shumë mirë. Faleminderit edhe një herë. Ky ishte Troç, fjala siç është.